All the films in one radio show. Duke kënduar, ka ardhur ai momenti për të gjithë ju që rrini në shtëpitë tuaja, doni të shikoni një film dhe nuk dini se çfarë filmi të shihni, shikoni ato përshkrimet, shikoni IMDb-rat, shikoni vlerësimet, ju merr 7 vjet ky procesi siç na merr të gjithëve. Kështu që degustuesit Si e kanë degustues? Jo, degustues është sakt, po janë disa njerëz që janë ekspert vere. Degustrator vere. Degustrator, okay, fjala e dur është degustrator. Degustuesit jemi ne, se jo se kemi shumë kohë të lirë, po atë pak kohë të lirë që kemi e konsumojmë duke parë filma. Kemi patur një periudhë të gjatë përpara nesh, gjë që na ka bërë të shohim jashtëzakonisht shumë filma. Ne jemi fansa të serialeve, para se të vinte ndrimi viteve në fund të 2025-s, ju sugjerova shumë të shikoni Solar Opposites, që është një serial i animuar në Netflix, fantastik, shumë i zgjuar, që flet për një familje, jo familje per se, po për një grup alienësh që i ngjasojnë një familje, cilët kanë ardhur në planetin Tokë pasi planeti i tyre është shkatruar dhe presin që krijesa më e vogël e familjes së tyre, që quhet pupa, të terraformohet dhe të haj planetin tonë dhe planeti të shndërrohet në planetin e tyre, por deri më tani po mundohen të konvertohen dhe ambientohen me të jetuarit me njerëzit, gjë që është jashtëzakonisht shumë qesharake. Po, ishte shumë interesant. Nga episodi në episod. Por nëse doni të shihni një film për gjatë javës ose kurdo që ju keni një fragment kohor të lirë, unë do sugjeroja The Shadow's Edge. Kemi një rikthim të Jackie Chan në ekran, gjë që për mua rigjalli jashtëzakonisht shumë nostalgji, është një nga ato filma që unë them shikojeni, sidomos me prindrit tuaj ose me familjarë që ndoshta janë më të mëdhenj në moshë, sepse është një nostalgji që do e përjetoni të gjithë së bashku. U preka pak kur pash Jackie Chan ashtu të rrudhur, të vjetër, ka dhe një rol shumë vite mbi shtëpi. Ka një rol shumë babaxhani në këtë film. Gjë që i përkon kaq shumë me atë transformimin e tij fizik edhe të bën kështu ta shohësh filmin, ta ndjekësh nga fillimi deri në fund pa lëvizur, pa asnjë gjë. Më pëlqen shumë si pra e sugjeroj shumë si film sepse flet për një Jackie Chan është një agent i dalë në pension policie. Kemi një grup shumë të talentuar hajdutësh, të cilët bëjnë vjedhje spektakolare miliarda dollarësh, që janë të instruktuar nga një burr i vjetër gjithashtu që quhet Hia, dikush që nuk është kapur kurrë në kamera. Prandaj quhet The Shadow's Edge. Ai këta 5 djem i ka gjetur që kur këta kanë qenë të vegjël në një hetimore dhe i ka trajnuar që këta të jenë hajdut profesional. Nëse mendoni që keni parë filma me heist, filma me vjedhje, ma besoni nuk keni parë asgjë derisa të shikoni The Shadow's Edge. Është një tjetër nivel hajdut lëku në rast mund ta portretizoj kështu. Dhe një grup i madh agjentësh së bashku me një sistem inteligjencë artificiale shohin se sado i kanë të gjitha burimet, janë të paaft që ta gjejnë se kush është kulpriti dhe kush janë këta vrasës, sepse ata janë ekspert në maskim dhe në ndrim rrobash dhe në hedhje me parashute të tjerë. Dhe për ta zgjidhur këtë çështje, mendojnë që i vetmi njeri që ndoshta mund të jap një qasje që është pak demode në polici, është ky agent i dalë në pension i cili ka qenë ekspert i ndjekjeve këmbakëmbës të hajdutëve, po të kriminalëve, dhe një të ndërtuarit të profilit të tyre duke parë nga një distancë e vogël, po flas për misione që mund të kenë zgjatur me muaj ose me vite. Pra unë jam vënë Edit për një vit mbrapa dhe e pi kafen ku e pi Edi, e ndjek këmbakëmbës dhe kërë një infiltrimi në jetën e një infiltrim që ata kishin kohë që e kishin lënë pas dore dhe ai rikthehet në forcë për të gjetur Hian. I bukur, shumë interesant, sidomos filmat e tillë si Money Heist që kanë rrëmbyer vëmendjen e publikut dhe kur bëhet fjalë për vjedhje bankash etj. Ka gjithmonë një grup të caktuar që i kanë shumë qejf këto filma. Ndërsa unë, siç të thash në fillim, pash The Housemaid që ne kemi përmendur disa herë këtu, ka bërë namin në rrjetet sociale me Sydney Sweeney, Brandon Sklenar, Michele Morone, i cili në fakt këtu ishte
në rolin e një figuranti pothuajse, dhe mirë bëri që ishte në rolin e figurantit, sepse zakonisht ne e përmendëm dhe bashkë filma të tillë ky i bën gjithmonë me një grua e cila më vonë shndrohet, ndërsa fatmirësisht në këtë film thjesht kam përshtypjen që ishte vënë vetëm për promo, për publicitet dhe për trailer, se nuk bënte asgjë në film. Po Sydney Sweeney për promo ishte? Jo, Sydney Sweeney ishte aktoreja kryesore bashkë me Brandon Sklenar, i cili luan tek It Ends With Us, por aty ka një rol disi më pak protagonist, pra është po themi në një rol jo protagonist, megjithatë përsëri i rëndësishëm ishte edhe tek It Ends With Us, po këtu këtë rolin e kishte qartë. Filmi fliste për një çift të cilët ishin goxha të pasur. Brandon Sklenar, i cili quhej Andrew në film, ishte një lloj inxhinieri shumë i arrirë, kishte një shtëpi fantastike, bashkë me gruan e tij, po ashtu shumë të mirë, e cila jetonte me të kujdese për vajzën e tyre, gjithçka shkonte për mrekulli. Derisa vendosin që të punësoj një dado për fëmijën e tyre, dhe Amanda Seyfried, e cila luan bashkëshorten e Andrewt, vendos të thras Sydney Sweeney në një intervistë për të punësuar si dado. Në dukje gjithçka është perfekte, aq e bukur, nuk i mungojnë asgjë çiftit, një lumturi vajza e tyre. Por, pak nga pak fillojnë e dalin detaje shumë interesante në film, të cilët ti nuk e kupton lidhjen, por sken pas skene dhe sidomos në fund kuptohen të gjitha detajet. Është një film që të mban pezull deri në fund, është ndoshta ndër më surprizuesit që kam parë ndonjëherë. Po, është fantastik sepse logjika të çon vetëm në gjëra të gabuara, ku ty nuk ta pret mendja. Dhe në fund është komplet një gjë tjetër. Po më intrigon. Por detajet janë aty gjithkohës, që ti në fund do t'i kuptosh. Dhe ti thua i humbet si audiencë gjithmonë, prandaj dhe unë tani në rrjetet sociale pash rreth 8 apo 9 skena të cilat i kisha humbur në fillim sepse vëmendja ishte përqendruar diku tjetër. Mos e ke pas mendjen te Sydney. Te Sydney. Jo. Dgjoj, kam një pyetje meqense ti e ke parë. Shoh që po flitet kudo në TikTok është një sken midis Brandon dhe Sydney. Po, është shumë eksplicite. Dhe po flitet kudo në TikTok që jo po e marr të dashurin me veten në kinema që ta testoj, a është, nuk e di se di çfarë ka ndodhur. Ka një gjë, ka një sken ku janë këto filmat që Dadoja bashkë me këtë është e parashikueshme, është e parashikueshme, po filmi. Prandaj duhet marr Dado filipineze mbi 50 vjeç. Eksakt. E shikon? Po filmi ta çon në atë pikë sa që është e pamundur, pra ndonjëherë po të vihesh edhe ti në rolin e personazhit, pra aq bukur ta ka sjell filmi, saqë ti thua edhe un po tisha në vendin e atij ose asaj do veproja njësoj. Pra është aq psikologji e frikshme që kanë bërë me atë film, saqë ti e ke të pamundur ta kundërshtosh si gjë. Prandaj janë edhe këto videot që dalin. Skena pastaj në vetvete nuk është se është në një film që ka shumë skena erotike, janë pak, po janë goxha të forta. Po. Okay. Dhe është shumë i bukur se nuk dua të zbuloj, se po të them një gjë, prishet i gjithë filmi, kështu që më mirë nuk dua të zbuloj. Po shikoje se do të pëlqej shumë, duke i ditur edhe gustot e tua, është fantastik fare. Mashita. Këto janë dy filmat që kishim përzgjedhur si preferencat. Me familjen The Shadow's Edge edhe vetëm pas 12-s me The Housemaid. Ikim dhe rikthehemi për të përshëndetur me ju. Në kinema, në Cineplex, po shfaqen pafundësisht filma, ka gjithmonë një larmishmëri për ju, por ne sugjerojmë 28 Years Later, The Bone Temple, në rast se nuk i keni parë 3 filmat e parë të sagës, uluni në shtëpi, shikojini të 3 dhe shkoni në kinema për të parë atë grand finalen gjigante për momentin. Lexova diku që 28 Years Later ka bërë atë gjën që Stranger Things nuk e bëri dhe e folëm pse ishte arsyeja, sepse ne ndoshta nuk u prekëm aq shumë me fundin e Stranger Things. Stranger Things ka marrë një kohë shumë të gjatë nga filmi në film, kurse 28 Years Later ka nxjerr episodin, po e quajmë të 4 të sagës brenda 7 muajsh. Gjë që ti akoma ke ngelur me shijen e diçkaje që ke parë para 7 muajsh dhe direkt pas 7 muajsh ty të del i fundit. Kështu që ndoshta fansat e Stranger Things që janë zhgënjur disi me serialin mund ta kënaqin egon e tyre duke parë 28 Years Later.
Sigurisht ka një program shumë të ngjeshur në Cineplex dhe premiera të tjera që po vinë në javët në vijim, edhe gjatë gjithë këtij viti në fakt ka filma shumë të bukur të cilët mezi i presim. Deri javën e ardhshme kalofshi bukur dhe shihoni filma të mirë.